Jemi rikthyer dhe tashmë e kam Aishën këtu në studio, apo tashmë të njohur të emëruar në rrjetet sociale si Shote Galica e kohës moderne. Aishë, përshëndetje, faleminderit shumë që je pjesë e emisionit për të folur edhe për organizimin edhe për gjërat e tua. E di që je shumë e ngarkuar, kështu që faleminderit shumë që ndave kohë. Faleminderit edhe nga ana juve për ftesën. Do flasim për festën, normal, do të flasim pak edhe për drifting më pas, do ta përmendim sepse ti identifikohesh me atë, por që sot do të fokusohemi tek festa 28 nëntorit, një manifestim shumë i madh dhe shumë i bukur që ka qenë organizuar nga një grua, komplet organizimi joti, sigurisht me ndihmën e bashkëshortit dhe personave të tjerë, megjithatë ti ke qenë iniciatorja e gjithë atij manifestimit që besoj që gjithë shqiptarët e panë, sepse ka qarkulluar në rrjetet sociale jo vetëm në Maqedoni, por në të gjithë vendet shqiptare. Si erdhi ideja për këtë manifestim? Po, ideja ka qenë që kur isha në Tiranë në 2023, që është bë një organizim nga Komuna e Çajirit për në Tiranë, domethënë kemi qenë të ftuar edhe ne si pjesëtar të veturave sportive tuning. Kështu që prej aty lindi ideja, thash pse mos tjetë edhe një parat këtu në Shkup në mënyrë edukative, kulturore, pa fyerje, gjithë shka tjetë në nivel të lartë, kështu që ideja ka lind prej aty. Pastaj unë këtu vetë fillova, një muaj e gjysëm besoj ka marrë kohë derisa kom bë disa plane, kështu që prej aty ka qenë ideja. Ka lindur dhe më thënë prej frymëzimit që ke marrë edhe në Tiranë, për ta sjellë edhe pikërisht atë manifestim aq të madh në Shkup, që vërtet mori vëmendjen e gjithëve. Më duket ka qenë po, ja dole dhe me shumë sukses, sepse duhet theksuar që ka qenë një manifestim shumë tamam edukativ, ashtu siç the, nuk ka pasur as provokime, se zakonisht ndodhin në këto manifestime zakonisht ka diçka që do dalë, kështu që ka qenë me të vërtet një manifestim që ka shkuar çdo gjë krejt në rregull dhe ka qenë shumë qetë, ka qenë shumë e bukur, ja po i shohim edhe në ndërkohë edhe pamjet, me të vërtet ka qenë diçka shumë e bukur. Më thuaj cila ka qenë pjesa më e rëndë e organizimit, sepse teksa bisedonim më the që gjatë kohë ka marrë ky përgatitje. Po, domethënë 2 muaj me thënë të plota për kur ka lind ideja, pastaj ka filluar edhe mbledhja e gjitha llojeve të sporteve, domethënë sportet që në rrethin të Maqedonisë, në Shkup, sidomos sportet e futbollit, basketit, me gjitha kam kontaktuar, të gjithë më thanë që po, mund të marrim pjesë, por që nuk ishte ajo përgjigja definitive, derisa e mora dhe ato përgjigje ka kalu një kohë, kështu që organizimi kuajve, veturave, sport, diçka pak më luks, veshja tradicionale që është veshja e të figurës më të veçantë që për mua është të Shote Galicës. Kështu që gjitha, domethënë, kanë marrë kohë 2 muaj të plota, ka qenë e vështirë, njerëzimin derisa i kom bë bashk, idejat e mia që lindshin gjatë projektit duke u punu, pastaj edhe financiarisht normal kuptohet, gjithçka i kisha një trekansh idejat, njerëzit, financat, domethënë të trijat kështu një trekansh që u mundojsha me gjetë një rrugdalje maksimum me dalë perfekt. Ka qenë shumë e bukur sepse ka qenë krejt organizuar nga ty dhe më thuaj pak si e kanë marrë njerëzit kur kanë parë që në krye të gjithë këtij organizimi eventi, se jemi mësuar duke qenë një shoqëri patriarkale, le të themi, jemi mësuar që gjithmonë të shohim në krye burrat, por që në këtë event kaq të madh faktikisht ishe ti. Si kanë qenë edhe komentet njerëzit që ti kanë bërë edhe për këtë pjesë, kur kanë parë që ti e ke marrë iniciativën për këtë organizim, por gjithashtu edhe mbështetja, le të themi edhe financiare, po edhe mbështetja në përgjithësi. Unë zakonisht nuk mirem shumë me komentat, dhe nuk... Duke qartë se i ke bërë paragjykime, ti ke shuar krejt. I kom shuar, për shkak se edhe frymëzimin e kom gjetë edhe te Shote Galica. Kështu që mendoj se çdo send është e mundur derisa është diçka patriotike, diçka që jam bashkëpunim me bashkëshortin tem, domethënë çdo rrugë jam bashkë, udhtojmë bashkë. Çdo send e kom tejkalu, nuk e kam problem. Kështu që nuk e di, në atë pjesë derisa komentet gjithmonë i kom pas pozitive, që kalorimin zakonisht e din krejt se une kafshën e preferume kam kalin, kështu që shkoj edhe e gjej qetësinë shpirtërore aty, edhe i kam përcjell gjithë videot e mia që une kam edhe me kuaj, domethënë kalorime, besoj që nuk ju ka ardhur shumë çudi, përveç se ata që nuk më kanë ndjek. Edhe unë ndjej veten shumë mirë, jam shumë krenare me vetveten se
një pjesë të paragjykimeve të cilën e ka tejkalu edhe Shote Galica, që është gjyku në luftë kur ka qenë si grua e vetme, kështu që nuk e di. Edhe emocionalisht, do më thonë, e kom di vetën si ajo. Në pjesën e ditës sode, sepse unë kisha dashur edhe një grimc të tjesha si ajo. Megjithatë shumë mirë është ai titulli që të kanë venduar në fakt si Shote Galica e kohës moderne, sepse ne sigurisht do të jemi në këtë kohë. Ti the që sigurisht mbështetjen më të madhe e ke edhe nga familja, nga bashkëshorti, kështu që ajo ka rëndësi mbi gjitha, por që çdo gjë ka shkuar në rregull, ke pasur edhe mbështetje të tjera pastaj. Ka përfunduar gjithë kjo, the që sigurisht frymëzimin e ke marrë nga Shote Galica, ke hyp mbi kal edhe ke marshuar në fakt edhe me kalin. E the që ti ke qenë e trajnuar për këtë, nuk ka qenë fare problem. Po si erdhi krejt ideja? Sigurisht e di që ke një emocion të veçantë edhe për Shote Galicën, sepse më the që ke lexuar edhe shumë histori për të dhe ke kështu si frymëzim. Edhe si erdhi, si lindi direkt ajo ideja që unë do dalë si Shote Galica këtu në këtë manifestim? Para se ta merja këtë iniciativë të prezantohem si Shote Galica, unë edhe pak a shumë e kemi mësu edhe në përshkolla, mirë po jo detalisht do më thonë historinë e Shote Galicës, mirë po unë u lumtova dhe pak më shumë, do më thonë vujtjet e sajna, gjitha trimnin që e ka pas ndaj shumë forcave që ka luftu, do më thonë, edhe pse mos ta ngritim atë figurë, e cila është një ndër figurat më të rëndësishme që tregon forcën, guximin e një femrës shqiptare. Kështu që një koment pak që e kam hasë është çka ka lidhje Kali me Shote Galicën. Është një pjesë e historisë Shote Galicës, e cili Azem Galica ja la amanet Kalin Shote Galicës, që të mbjetoj varfërin me 4 jetimat që kish të luftarve gjatë luftës. Kështu që mendoj se edhe Kali e ka pas një vlerë për Shote Galicën, edhe për atë shkak edhe mora iniciativën të jem me Kali edhe ta jap një mesazh rinis që mos ta harojnë atë figurë asnjëherë. Se është një frymëzim për femrat Trim Resha, guximtare, forcën që ka pas ndaj gjitha forcave që ka luftu. Shumë e vërtet në fakt dhe përveç që është dukur tepër bukur, domethënë je dukur edhe ti shumë bukur mbi atë kal, me atë flamurin edhe me ato veshje maknice, dhe përveç që manifestimi ka shkuar shumë bukur, sigurisht që ka pasur edhe një mesazh. Cilat kanë qenë komentet më të shumta që ke marrë edhe për dukjen tënde si Shote Galica, por edhe për gjithë manifestimin, ato komentet, sepse ne të paktën ato që i kemi parë kanë qenë shumë komentet mira dhe të gjithë njerëzit ndjehen krenar dhe tashmë je bërë virale edhe në rrjetet sociale pikërisht për këtë. Unë vetëm se isha pak virale prej paragjykimeve që jam femër e vetme në pjesën e sportit driftit, tashti jam bo virale edhe për trimni, kështu që kjo me thënë drejtën gjatë gjithë viteve, me thënë kjo më ka bo mundi edhe ma krenore. Kështu që mesazhet që i kom dhonë, do me thënë janë që femra mundet t'ja dalë gjithmonë, edhe derisa e kam mbështetjen e bashkëshortit edhe derisa punon në rrugë të drejtë, kështu që mendoj se është gjithçka në rregull, nuk besoj që mund të shuhen të gjitha paragjykimet që mund të bëhen, sepse gjithmonë ka paragjykime për gjitha gjërat që bëjmë, megjithatë ti ke shuar dhe ke vazhduar rrugën tënde. Më pëlqeu shumë historia që ma tregove në fakt edhe për nënën tënde, që e kishte me merak mos po ndodh diçka me Kalin kur duke marshuar, megjithatë në fund doli që ishte shumë krenare me ty kur të pa. Unë kam një ekip të mrekullueshëm, domethënë është klubi i veturave sportive Red Line Tuning Drift, kështu që janë disa djelmosha që unë pa ta ka njerë së në lëvizi, ata gjithë e kanë mojtë rënditjen, do më thonë në veturave sportive, mos bojnë zhurë me motora, me vetura, kështu që sepse Kali prej në malë, po të vjenë këtu në qytet, është pak është për atë është traumë për neve që shkojmë në fshatën edhe kundër ta për Kalin që ka arë këtu në Shkup. Kështu që ka pas do trema edhe për atë shkak nona, do më thonë ka reagu në atë moment çka kime bo, po të lëndon Kali, po të rëzon Kali, kështu që mendoj se që ajo ka qenë frika, por që kuptohet nona tona janë ata që janë rritë në atë, do më thonë vitet pak më herët që janë paragjyku femrat edhe më shumë, dhe që jam nane 2 fëmijëve edhe qysh jetë e morë këtë iniciativë me hypë në Kali si gru. Do më thonë që ato e kom pas pak
prej nonës, kështu që unë e kuptoj edhe botën e asajna, nuk e kam problem. Sigurisht. Po që ajo edhe në atë mënyrë prap ka dalë aty në rrugë, edhe më shikon të kështu, edhe me gëzim, po edhe me atë frikën se po ndodh diçka. Edhe me atë krenarin besoj, që në fund kur të ka parë në ato pamje sigurisht që njerë nuk e kam prit ashtu, edhe gjithë, do më thonë aty që jemi të rrethinës së qajirit, kështu që nuk e kam prit se unë do hyp në kal, por shumë mirë jam prit. Sa i përket komenteve, nuk kam pas kohë me i lexu, as nuk jam marrë heq. Vetëm në bazë të fjalëve të shoqërisë, ose se me të thonë drejtën, mund të them diku 100 mesazhe në WhatsApp ose në Instagram gjithkund që mu kam paraqit, kështu që nuk kam pas kohë as më marrë me ato, se i kam pas edhe disa plane që nuk kom mujtë mi përfundu në ditën e koncertit, me i shpërnda mirë njohja që kanë mbështet atë ditë. Edhe, do më thonë, këtë ditë jam marrë me atë punë të ju falemnderu gjithve që ishin pjesëtar të marshit, edhe i falemnderoj për zemërsisht se kanë marrë iniciativë me u bashkangjit në këtë organizim. Edhe ka qenë vërtet një organizim mahnitës. Më trego pak për prapaskenat, sepse gjithë kjo organizim sigurisht që ka prapaskenat të shumë të ambashe, se di që më tregove atë situatën që ti gjithkohës i ke dëgjuar ato të cilët kanë bajtë rendin në rrugë. Po, ne kemi qenë vetë ekipa që kemi qenë të gjithë dhe kemi pas dëgjuset në përvesh, kështu që t'jemi në dijeni se çfarë po ndodh mbrapa, se çfarë po ndodh përpara, kështu që unë gjatë gjithë kohës i dëgjojsha ndonjëherë se valltarët mbeshin shumë mbrapa, se ata ishin në kam, unë isha me kal, kurse këta veturat janë disa vetura që nuk guxon edhe mi vozit ngadalë, po duhet pak me, do më thonë, kishin probleme, se marshimi u deshte të ishte shumë ngadalë. Mirë po kalit, unë nuk i kam frena, as kam për shembull t'i jap gaz, apo ta koqiti sikur që frenon, po, nuk mu isha me frenu kalin, sikur që thojshin ata në vesh, ajde ndaloje që tash, filloje tash. O thojsha kukus janë të më kuptu këta, se me një dore e kesha flamurin, kurse me një dore e kesha dirigjimin e kalit. Edhe ishte problem se u deshke njërën me angre djathtas, njërën majtas, me dit me ndalë, do më thonë, i ka edhe ajo procedurat e veta, por që unë ndonjëherë harrojsha që nuk jam përtu e shtyp këtu me më dëgju ata, folsha me veten. Kështu që i dëgjojsha gjatë gjithë kohës se çfarë po ndodh mbrapa, ose kur kish diçka zhurmë, ju thësha ndaloni se mu ka sprop kali. Edhe në qëto ishin do farë, do me thonë edhe pelerina mbrapa që e kisha këto përmbi njerë ka shku, do me thonë nuk ishte në vend si duhet, vrapojshin, rregullojshin, do me thonë, kretë kemi qenë organizim strikt, do me thonë, sepse edhe para se dalim në marshim, do me thonë, 2 javë të plota, muj me thonë, çdo 2 ditë kemi pas mbledhje na si ekip. Kështu që mendoj se ka dalë gjithçka në rregull, pa fyerje, pa incidente, gjithçka është festuar po, me zemër e me shpirt. Kështu që kemi lënë mangas ndoshta edhe diçka, por që për nder të shpat kasapit që të ndjerit kemi vendosur që tupanet që i kemi pas gjatë marshimit mos t'jenë, sepse është diçka pak më lozonjare ndoshta muj me thonë. Edhe reperi që është i gostivarit Muma Blanco, edhe ajo është anulu edhe është ndje keq për shkak të ndjerit shpat kasapit. Gjithashtu edhe driftin që kom pas me bo në para marshimit dhe ndoshta edhe në fund marshimit. Desha ta bëj pra janë anuluar këto pjesët të cilët për ta bërë pak më të qetë për shkak të po, kemi festu ashtu siç na ka hije, do më thonë qetë, me edukim, me kulturë, do më thonë edhe koncerti është bo në mënyrë me këngë patriotike, jo diçka të tepërt, kështu që besoj se janë gjithë të kënaqur nga kjo pjesë. Shumë e vërtet. Kur e shohim gjithë këtë manifestim, duket sikur hajt se janë mbledh disa njerëz aty, kanë marrë çdo kush veturat e veta, por që nuk është ashtu. Ja, ti po e tregon që kjo ka organizim pas, që fshihen shumë gjëra pas. Ndodhin ndonjëherë të kalit të trembet shumë prej zhurmave, sepse këto vetura që kanë qenë në fakt janë vetura që siç the edhe ti shumë pak gaz t'i japish, bëjnë shumë zë. Po. Ndodhi që ndodh edhe kali, po mirë po, ka qenë problemi se unë nuk ka qenë ai kal që kom pasur me hip. Domethënë është ky tjetër u kanë që e ka pru, edhe është një ndërkuajt më të qetë.
edhe domethënë është friksu. Po para mendoj, po ti ishte ai kali që e mendojsha une, domethënë do t'ish friksu më shumë, por që ky e ka edhe një të mirë, domethënë horse riding me rova e ka këta kuajt shumë të mirë se i ka pregadit edhe për vallëzim. Domethënë derisa ka tupane, kish mujt edhe me vallëzu kali. Po që ndodhe shkaku i të ndjerit shpat kasapit janë u lumë, mirë po prap ka dhënë skenat diçka të hishme, kështu që knaqësi për neve. Kishte në fakt edhe ato, edhe mënyrat se si ecte Kali, ose lëvizjet që i bënte, ato disa lëvizje, dhe më thënë linin shumë... është si ushtar, ishte shumë magnitse. Disi si ushtar, dhe më thënë i qanë kam duke vallëzu, kështu që edhe i ka trokit edhe në tokë. Me tregu që jam azgan. Po, edhe në fakt, bash trim, sepse Kali ishte i pari edhe gjitha to veturat, se ne tash jemi mësu me vetura edhe i kemi lënë kuajt pak anash, me gjitha të në këtë rast Kali e kishte gjithë vëmendjen, apo edhe pse ishin gjitha to veturat pas, ato veturat e ndiqnin Kalin në këtë rast, kështu që... Me dhënë drejten që ky Kali nuk i ka edhe ato kështu anash, kështu që unë e kom kërku Kalin tjetë original pa kur farë... Ke rezikuar disi pak. Kështu që se derisa nuk i ka ata, është në menaxhim tëndin. Do më thonë, lidhet emocionalisht me personin që është mbi kal. Por që një probleme kemi pas, flamurit që i ka pengu gjatë të marshimit, derisa kemi mësu, do më thonë një farë valvitje, ati ka pengu edhe ka lëviz shumë, do më thonë, në ato momente, po që nuk e pat problem me shumë pak sekonda, minuta, më thonë, s'pëdi, prej të komuna e deri të Vero, do më thonë e ka stabilizu vetë vetën, edhe është mësu me ato, deri të sheshi kena shku perfekt, kështu që jam shumë e knaqë. Por ke rezikuar me atë pjesën që nuk e ke vendua, po se është më lehtë nëse ja vëndon ato, nuk shef anash hiq. Kështu që flamuri ka mujt me valvit shumë shlirë. Por që unë e kom dashtë, jam mësu edhe Kalit flamuri, se që është. Që ta di edhe Kalit që është flamuri jonë. Ti lidhesh edhe shpirtërisht, e përmende që e ke kafshë të preferuar dhe ti në fakt ke ko që merresh edhe me kuajt, përveç drifting e ke dhe këtë pjesë, në base jo bashkë si sport, po që meresh me... Unë do më thonë këtë pjesë e kom zbulu, ka një vite, 2 vite mu i më thonë, 2 vite, shkak që kam kalu edhe një farë ankëtit vogël, e kom gjithë qëtësin të ata, do më thonë të kuajt, edhe kom dalë, kom kalëru, e kom gjithë shpirtin aty, nuk e di, do më thonë kuptohet se unë gjatë periudës që kaloj ankë po frikë jam më shumë në aspekt fetar, do më thonë islam, mere më atë pjesë, kështu që, por edhe që në vitet edhe fizikisht, psikikisht, natyra, Por të marrë me diçka. Por të marrë me diçka dhe ke gjetur... E kom gjetur kafshën e preferume që e kom pas edhe prej zvoglimit, kështu që, po nuk e kom ditë se egzistojnë vende ku muj me kalëru, që do më thonë, si vjetë ka qenë ndukët edhe si mod, janë hapë shumë ranqe për me kalëru, kështu që... Ka fillu edhe tu të ne të bëhet pak edhe si sport të vëndohet pak ma tepër të njerëzit të përqet? Po, kena nevoj dhe na si qytetar, për që mu se fmit janë të rritë me një do më thonë me një periud ku është telefonin dhe zotran, rjetët sociale, kështu që ka nevoj mi pa dhe kafsht mi njoftë se po shaf munges të asaj pjese. Shumë e vërtet edhe plus përveç asaj është edhe antistresuese, me gjitha të adrenalin në të dyja rastet, edhe me drifting edhe me kuajt. Po, adrenalin shumë e madhe nga që nuk e komandon ti, ndonjëherë është që ajtë komandon, por që t'jep një farloj emocionja ose adrenaline ose e ndjen vetën kur hypesh mbi të si një trime, nuk e di. Nështë edhe pse e ko marrë frymëzimin prej trimreshave shqiptare, kështu që nuk e di. Unë e ndje vetën ashtu, edhe kur kam hype edhe kur kam kalëru, do më thonë e kam ndje vetën shote galica. Bashkë shote galica. Prandaj dhe të kanë quajtur. Unë gjithashtu edhe historien që ja kam dëgju që ka nejtë not të burrave, që ka dëgju edhe këngë me qiteli, kështu që jam një ndër ato që me të vërtet edhe unë e dëgjoj më shumë këngë me qifteli, edhe më shumë mirë na me edhe pse nështë nuk është të na e preferu me femra me nejtë me bura, por që më pëlqenjë këto ambientet kur të flitet për tribni, për luftra, do më thonë, i kom qef historiat e më hershme mi dëgju. Po, sigurisht. Edhe plus ka edhe trimresha, nuk është që vetëm trimat kanë qenë, se gjithmonë një përmend burat në... Nuk jam veç si figur, ndoshta, unë jam edhe praktikante armëve, kështu që
kom praktiku edhe barë, jam e pregadit, kështu që kam qef... Pra që ke frymzuar thellësisht edhe nga Shote Galica. Sigurisht që do të flasim edhe, duat që të përmendim edhe për driftin, do të flasim pak edhe për driftin, megjithatë do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, më pas do ta lidhim edhe Qumilin në fakt, sepse edhe ai ka qenë pjesë, mund të kyçesh edhe ti në ndërkohë gjatë bisedës, sepse kanë qenë disa mysafirë që kanë qenë pjesë dhe ka qenë i ftuar special Qumili nëse s'gaboj. Kështu që do të na tregoj edhe ai pak se si kanë shkuar këto manifestimet, por gjithashtu Qumili do të bashkangjitet edhe për të biseduar pak, sepse ka pasur edhe një keqkuptim që ka ndodhur gjatë një interviste, kështu që do të na shpjegoj se çfarë ndodhi. Do të shkëputemi për një hapësirë, më pas rikthehemi me Qumilin. Jemi rikthyer dhe tani derisa ta kemi në fakt edhe aktorin edhe humoristin e njohur Sevdai Radogoshi apo i njohur si Qumili në lidhje, ne do të vazhdojmë sigurisht me Aishën bisedën. Aisha ka pasur e përmenda unë edhe më herët që ka pasur edhe disa mysafirë, të cilët kanë qenë edhe mysafirë special që kanë ardhur edhe nga Kosova, nga vende të tjera. Sa është e rëndësishme edhe të bëhet pak edhe ky bashkimi në raste të festave, por jo vetëm të festave, mos i lëm vetëm për festa këto bashkimet. Sa e rëndësishme është që të vinë edhe ato të shohin pak atë frymën e shqiptarëve të Maqedonisë, po edhe neve të shkojmë në vende të tjera. Me thënë drejtën, unë zakonisht kemi bashkim me gjitha trojet, do më thënë edhe gjatë sportit, bashkim të Kosovës, Shqipërisë, edhe gjithashtu mendova kur ishte festa 28 nëntorit, pse mos t'jeni edhe pjesë e marshimit ose koncertit që është majtë manifestimi. Do më thënë, unë si mysafir speciale kam zgjedhë zotëri Sevdai Radogoshi, si që njohin gjithë shqiptarë të Qumili. Një njeri me vlera shumë të mëdhaja për mu që respektoj shumë dhe jam me një pjesë të aktrimit me ta. Më thonë është diçka e rej që unë kam e fillu të ashtë. Pra do të futesh edhe në aktrim, do qofim edhe në aktrim? Unë vetë se jam në studime të akademisë në Prizren dhe menager të aktrimit e kam shpejtim Pasjaqa i cili ishte prezent aty. Gjithashtu ka qenë edhe menagerja e zotri Qumilit, ka qenë mysafir special Adelina Morina Kryeziu, këngëtarja nga Austria, edhe dy mysafirë të mi që ishin të Ferizajt, këngëtar Bajram dhe Ajla Jakaj. Kështu që këta kanë qenë mysafirë të veçantë për mu, më kanë respektu, kanë ardhe nga jashtë, do më thonë kisha edhe prej Austrisë, edhe prej Francës, nëse zgaboj një femër që ishte me Shqiponjat këtu në foto, do më thonë ajo është artë special për këtë ditë, për atë ditë që u manifestu. Do më thonë, kam pas mysafir gjithmonë, edhe në rastet e sportit, por edhe këtu mendova pse mos t'jenë mysafir, kështu që ja kena kalu shumë mirë. Dhe me njerë që kanë marrë ftesën, sigurisht që e kanë pranuar, sepse manifestimi ishte diçka shumë e madhe dhe pse jo që të vinin edhe ato të bëheshin pjesë. Me që na zbulove diçka tash për aktrimin, na zbulo pak më tepër, çfarë ku do të shohim tash, sepse me veturat ke thyer para gjykime të shumta, e përmendem edhe më herët, unë e kam përmendur edhe në fillim në fakt e përmenda, kemi folur edhe në intervistën e kaluar pikërisht edhe për drifting, duke qenë gruaja e vetme që merresh me drifting, ke pasur shumë para gjykime, po që ti i ke anashkaluar dhe në fakt kjo të ka bërë edhe Shote Galica, e cila ajo ishte një njëti rast që është paragjyku si femër që ka marrë pjesë në luftra, kështu që unë jam paragjyku si femër që ka marrë pjesë në drift, por që nuk besoj që gjithë më njohin, besoj tash e din se çfarë tipi jam, çfarë karaktere kam, jam e ndihshme si person, do më thonë edhe jam tip që nuk më intereson ajo pjesë, thjesht kam qëllimin tem, derisa jam mbështetje me burrin edhe ekipën që e kam, janë pjesë të familjes, do më thonë është vllavi, ndonjëherë është edhe baba ai që më vjen zakonisht bashkë me mu, kështu që fëmijët e mi janë një ndër ata që i kam ndonjëherë me veti, por që nuk më lojnë vetë, edhe do më thonë aktrimin ka qenë një pjesë që më kanë ftu me një film me lu, por që nuk e dija se çfarë bëj, kështu që nuk dija apo ajo, por vendosa që muj me marrë pjesë, por role të caktuara. Role pak më të vogla si fillim, apo? Mendoj se janë rolet të njëjta, sikur që e kam luajtur rolin e Shote Galicës. Janë disa role të filmave, do më thonë Luftra e Kosovës, ose nuk e di, ka lloje që... Këto ftesa të kanë ardhur pas manifestimit, apo ka qenë më herët e planifikuar? Jo, ka qenë më herët. Ka 6 muaj që jam në akademi, do më thonë studime. Pastaj është edhe në tashti më shumë që e kam prioritet është që të shkoj në Itali, po e pres datën me konfirmu, do më thonë në fakt e kam konfirmu datën, veç se
duna mu siguru edhe njerë me ata të driftit, që duna me shku me bo orë praktike në Itali, që t'jem, do më thonë, një driftere pak më profesionale. Mendoj... E licencuar, a? Po, besoj për me marrë licencë edhe që me vazhdu tutje për garat evropiane, ose nuk i djetë. Pra i synon sigurisht edhe garat... E ka marrë pak më serios këtë punë. E ke marrë bashkë seriozisht e ke marrë. Projektet, përveç kësaj, dhe më thëmë projektet të tjera këtu në Shkup, do ke ishtash së shpeti me drifting? Sepse ke pas disa herë. Po, me tonë drejtën atë ditë kanë vendu se veç është miting i veturave sportive. Dhe më thonë, sepse kur të organizohet, zakonisht ne i shfaqim në për jetës sociale që kemi mitinge, do më thonë, kaq ora, 28 nëntori kanë mendu se është loj sportit. Nuk e kanë prit që do jetë një marshim. Edhe pse zakonisht, do më thonë, 2 javë kohë, nështë ta kumë postu të në kohës, edhe i kumë postu figurat se shë ka me marë pjesë, por që njerëzit ndoshta nuk e kanë pa hiç atë pjesën, veç thjesht e kanë pa orën, ditën, kanë mendu që është loj sportit. Por tash nuk është koha e dur për me bo një show driftit, një tuning vetura, dhe më thënë fillon prej në prill ose mars, në baret, kur është koha po. Ma e mirë. Të këthemi pak të manifestimi, sepse të kësa edhe flisnim edhe më herët, më the që ke pas shumë mbështetje nga policia, nga zjarfiksit, që gjithmonë kanë qënë pranishëm edhe ato edhe për të mbajtur rendin. Dhe është gjë e bukur, sigurisht duhet të përmendim në fakt edhe punën e tyre, sepse bëjnë edhe ato një punë të palodhshme për të mbajtur në rend gjithë ato njerëz të kësa festojnë. Projekti në asë që ka qenë listë komunës, kështu që kur kemi shku edhe ja kemi të regu, do më thonë, gjithë plan programin, kryetari komunës tha që është shumë ide e mirë dhe vazhdoni, kështu që e falemderoj përzemërsisht që ka qenë edhe ai mbështetës në këtë manifestim, por që gjithashtu edhe zjarfiksat kanë marrë edhe iniciativën vullnetarisht marrë dhe t'jenë pjesë këti manifestimi, gjithashtu policia ka qenë edhe një ndër ata që maksimumin e kanë boj, falimderoj publikisht që kanë qenë shumë të kujdesshëm edhe për ne gjatë marshimit, gjatë manifestimit, do më thonë, çdo fjale jona ka qenë për ta, do më thonë, okej, kështu që i falimderoj publikisht të gjithë, po. Në këtë aspekt, sigurisht. Kjo është sigurisht një iniciativë e jotja, por që donë edhe atë mbështetjen edhe policia është dashur që t'jetë patjetër e pranishme edhe zjarfiksit edhe ndihma e shpejtë, sepse mund të ketë pas shqyrë nuk ndodhi asgjë, por që në rastet të tilla mund të ketë ngjarje të ndryshme. Ne do të shkëputemi shumë shkurt për një marketing të shkurtër, duke qenë se planifikojmë normal që ta kemi edhe Çumilin, derisa ta kemi në një lidhje do të shkëputemi për shumë pak e rikthehemi. Ashe jemi në fund thjesht, do më thënë jemi duke e përfunduar më. Unë të falenderoj edhe ty, çfarë ke për të shtuar në fund, i the pak a shumë edhe projektet tua. Falenderit shumë që e ndave edhe këtë bisedë kaq të këndshme, këto prapaskenat le të themi të manifestimit, edhe një falenderim publik nga gjithë shqiptarët besoj që do ta bëj edhe për këtë manifestim në fakt që bërë edhe që i mblodhe të gjithë shqiptarët për të bërë një festë kaq të bukur për 28 nëntorin. Unë i falenderoj krejt ata që më kanë mbështetur atë ditë edhe krejt që ishin me mua atë ditë. Do të thonë, çdo mbështetje, çdo fjalë e bukur mu veç se më jepte nuk e di, krenari, kënaqësi shpirtërore që mos ndalem asnjëherë. Domethënë për kombas nuk pritoj. Kështu që nuk e di. Do vazhdosh edhe me të tjera, dhe ne të urojmë shumë suksese në fakt edhe me gjërat. Nivel që gjithë më respektojnë, falenderoj të gjithë që ishin aty me mua, kështu që më faleminderit. Është gjë e bukur kur e merr gjithatë për krahje dhe ne të urojmë shumë suksese në të gjitha rrugët që ti do të vazhdosh të ecësh, kështu që edhe një herë faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit. Faleminderit gjithashtu. Faleminderit.